jam sot para jush për t'u dhënë fjalën, për t'u zotuar në mënyrë më solemne se në 100 ditë dhe vetëm në 100 ditë do të nxjerrim jashtë çdo votre shqiptare varfrinë e skajshme. Do përjashtojmë njerimin nga Shqipëria, se në 100 ditë çdo pensionist që sot merr një pension ndën 172.000 lekë dhe janë rreth 560.000, do marrë një pension 200 euro. Se çdo rrogult do marrë një rrogë jo me pak se 500 euro. Se çdo pensionist dhe rrogult do marrin ushqimet, gjërat bazë, me një çmim 20% më lirë se të tjerët. Se çdo qytetar shqiptar do paguajë energjinë me 7 lekë. Se çdo qytetar shqiptar do ketë një ulje të çmimit të nafs prej të paktën 40%. Nda jam sot në këtë shesh për një zotim solem se në 100 ditë çdo biznismen i Elbasanit do paguaj energjinë 3 herë më lirë, nga 18 të 6 lekë. Jam këtu për t'u dhënë fjalën bizneseve të vogla, se kur bashkitë s'do mund të tatojnë në rënd se 1% të xhiros, se sipërfaqja publike do pjestohet me 5 herë tarife e saj, do përgjysmohet çmimi i ujit për to, do rritet tavani në 180.000 euro për tatim fitimin dhe TVSH-n. TVSH-ja do ulet në 15%. Çdo biznes që paguën tatim fitim do ta paguajë vetëm 10%, 13% pra më pak. Çdo rrogtar që paguën tatim fitimin mbi të ardhurat 23%, do paguajë 10% dhe do ketë një rritje imediate rroge 13%. Miqtë mi, në 100 ditë, Shqipëria do ketë listën e ilaçeve që rimburson Republika Italiane, 100% të rimbursueshme. Zotimi im është për fermerët e Elbasanit, të qarkut të Elbasanit dhe Shqipërisë, se në 100 ditë do të pesfishohen subvencionet për çdo fidan, për çdo kokë bakti, për çdo njësi prodhimi, se në 100 ditë taksa armiqësore asimetrike do zhduket dhe do vendoset një lloj në shitje dhe blerje, se në 100 ditë prodhimet e tyre bujqësore do mbrohen në çdo sezon, dhe se do investohet, do të fishohet buxheti për bujqësinë. Jam këtu për t'u dhënë fjalën se në 100 ditë në spitalet tona nuk do mund të mungoj asnjë ilaç për të smurët tanë. Jo dhe jo, do mjekohen me dinjitet. Miq,
Të gjitha këto japi një frymarrje të re për çdo njeri. Të gjitha këto krijojnë një mundësi të re për çdo shqiptar. Të gjitha këto janë respekt, digniteti për ata qindra mira, burra dhe gra të thinjur që kanë shkruar jetën për Elbasanin dhe Shqipërisë dhe tani trajtohen në mënyrë poshtruese nga kjo qeveri. Me të gjitha këto që unë përmenda, s'bëjmë asgjë tjetër vetëm ja u kthejmë parat ju.